Politika uron besimtarët musliman lushnjar për Kurban Bajramin. Kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa, e shoqëruar nga dy deputetët e zgjedhur Elton Korreshi dhe Asfloral Haxhiu, vizitoi xhaminë e qytetit për festën e Kurban Bajramit. Kryetaria Sefa ishte e para që uroi besimtarët musliman lushnjar. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman, qytetarët e Lushnjës dhe të gjithë Shqipërisë gëzuar Kurban Bajramin. Kjo ditë simbolizon sakrificën, dashurinë, solidaritetin. Në këtë ditë të shënuar, ne duhet të tregojmë sa më shumë ndihmë dhe respekt ndaj njëri tjetrit, por sidomos ndaj atyre që kanë nevojë. I uroj nga zemra çdo qytetari të Lushnjës shëndet, begati dhe mbarësi të kenë në familjet e tyre. Gëzuar. Deputeti Sajmir Korreshi dhe kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike Klement Çela gjithashtu vizituan xhaminë e qytetit dhe uruan paqe dhe begati në familjen e çdo besimtari lushnjar dhe jo vetëm. Për ne besimtar musliman është një ditë më e bukur e Kurban Bajramit. Festohet, dhurohet, jepet sadaka, kështu që i uroj gjithë besimtarët musliman dhe jo dhe atyre që nuk janë musliman gëzuar, se sot do të jetë një ditë e bukur për gjithë, mbarësi në çdo familje shqiptare dhe jo vetëm, na gjetë mirë dhe të lumtur siç çohet mëngjeset e Bajrameve. Kështu që uroj të gjithëve mbarësi të kenë në çdo familje. Si përfaqësues i qytetarëve lushnjar, si një musliman, si një besues në Zot, uroj çdo shqiptar, çdo musliman gëzuar Kurban Bajramin, mbarësi, begati e çdo të mirë në familjen e çdo qytetari dhe për çdo qytetar uroj çdo të mirë dhe vetëm begati dhe hare në familje. Muftiu i rrethit Lushnjë, Gramos Bliku, theksoi se Kurban Bajrami është një ditë kur besimtarët afrohen më shumë me Zotin dhe uroj më shumë mirësi, begati, gëzime në familjet lushnjare. Uroj mbar besimtarët në qytetin e Lushnjës, por jo vetëm dhe qytetarët e mi të dashur, gëzuar festën e Kurban Bajramit, qoftë kjo një ditë e begatë për të gjithë, Zoti sjellë në familjet e tyre qetësi shpirtërore, begati dhe mirësi. Gëzuar festën e Kurban Bajramit.